Tash gjeneratat e reja, sidomos kjo teknologjia tash, telefonat, TikTok, Instagram, moj ka bo, na ka bloku të gjithë, jo, tash mo kjo po ndikon edhe tek fëmijët, unë jam arsimtar i muzikës, tek nxënësit. Është një kohë që nuk më bjerë mu që të flasë për atë send. Se dhe që ky po shet mend. Po me të vërtet, këngët tash vetëm i shohin. Unë i shoh nxënësit, vetëm me këngë komerciale, këngë, tash nuk du të hyj se çfarë zhandit tash. Po. I dim ato këngët që i dëgjojmë çdo ditë, po. Ato ndëgjojnë, nuk ka diçka që është interesuar që me të vërtet do të këndon, nuk po them që s'ka, po janë në gishta. Më të rrallë. Cila është këshilla më e shpeshtë mbase u jep edhe nxënësve të tu kur bëhet fjalë për muzikën, për ta ruajtur muzikën e mirëfillt? Unë zakonisht kur ju them të këndojnë diçka, ata këndojnë këtë arsimtar, jo më arsimtar. Këndojnë diçka shqip, a pa këngë kemi ne, popullore, po edhe zbavice, edhe këngë serenade, edhe zbavice, këngë patriot, çfarë do që tjetë, po këndojnë diçka tjetë e jona. Mos i më ato këngë, se nuk kanë kohë zgjatje ato këngë. Ato këngë janë 1 muj, 2 muj, 3, 1 vit.